Që është një rritje shumë natyrale e Kolegjit Kirurgëve të Kosovës në një mënyrë ku i përmbledh të gjithë kirurgë shqiptarë në një kongres mbarkombëtar. Jo vetëm nga Maqedonia e Veriut dhe nga Shqipëria, mirë po kemi edhe Ligën e Mjekëve shqiptar të Zvicrës, pastaj kemi degën e Kolegjit Kirurgëve të Kosovës në Amerikë, ku i kemi 5 kirurgë që kanë ardhur me periudhë shqiptare prej Amerikës, që t'japin ligjërata këtu për herë të parë. Që i ndihmon shumë kirurgjisë kosovare, pasi që kirurgë këto e kanë një dritare shumë të mrekullueshme që të shohin se çka po ngjan nëpër gjithë botën. Po, e shoh si shumë të rastishëm, patjetër për shkëmbimin e informatave, për ecjen e ditorisë, evente që ndodhin mbar botën, pse jo të ndodhin edhe te na, e shoh si shumë të rastishme anën e Kolegjit Kirurgëve që ka investuar ka shumë kohë, ka shumë resurse. Po, neve si diasporë gjithmonë kemi vendlindjet tona në mendje edhe si mund të ndihmojmë, edhe janë shkëmbim me mendimeve dhe në mënyrë praktike se si mundet të ngrejmë edhe sistemin shëndetësor të Kosovës, të Shqipërisë, se kongresi i Kosovës dhe i Shqipërisë e parë, edhe në ndërmjet të shkëmbim të ideve, shpresojmë që vërtet të ndihmojmë pacientët e Kosovës e Shqipërisë.